Specialistët e sektorit të policisë rrugore në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasit me iniciale AR, 34 vjeç, banues në Vlorë, pasi është konstatuar në rrugën Gjergj Kastrioti duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Shtetasi me iniciale SK, 35 vjeç, banues në Vlorë, pasi është konstatuar në rrugën Bulevardi Ismail Qemali duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale KA, 21 vjeç dhe AB, 47 vjeç, të dy banues të Imar, pasi dyshohet se kanë trafikuar një motomjet tip Yamaha i dyshuar si i vjedhur, i cili është sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për çiftin e bashkëshortëve AD, 52 vjeç dhe HD, 43 vjeçe, si dhe për djalin e tyre të mitur, 17 vjeçar, pasi ndaj tyre ka bërë kallëzim shtetësia me iniciale NN, 36 vjeçe, banuese në Sarandë, se këta shtetas për motive të dobta janë konfliktuar verbalisht dhe fizikisht me të. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.